O hoxh, nëse ke tradhtuar, ke bërë zina, por je penduar edhe kthyer në 5 vakte namaz, a do të kthehet kjo zinaja pas që thonë zinaja është borxh? Atëherë, zinaja është një ndër mëkatet e mëdha. Allahu i lartësuar në Kur'an thot wala taqrabu zina, dhe mos ju afroni imoralitetit. Pra, është ndaluar gjërat të cilat të çojnë në imoralitet. Imagjinoje imoraliteti. Pra, është një ndër mëkatet e mëdha. Allahu subhanahu wa ta'ala dënon shumë, por edhe mëshiron shumë. Zoti i gjithësisë në Kur'an çfarë thot? وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dhe pendohuni tek Allahu, të gjithë ju o besimtar, në mënyrë që të shpëtoni. Zoti i gjithësisë, prej cilësive të tij është edhe falës. Ghafiru dhanb, falësi i mëkateve. Allahu i lartësuar fal dhe mëshiron. Por nevojitet që robi të pendohet me sinqeritet. Ndërsa ajo që kanë thënë, pra ndër të parët kanë thënë që imoraliteti sjell fukarallëk, normal krahas dëmeve që i sjell personit, familjes, sjell fukarallëk dhe është borxh. Por nëse njeriu pendohet me sinqeritet, reflekton, ndryshon dhe ndër kushtet e pendimit është urrejtja e mëkatit dhe mos kthimi në atë mëkat, atëherë Allahu i lartësuar fal, dhe nëse Zoti i gjithësisë të fal, atëherë shpëton nga gjithë dëmet e saj. Dhe ndërto edhe ajo që kanë përmend të parët, pra që thonë imoraliteti është borxh, gjithsesi Allahu na ruajt nga harami, Zoti na ruajt nga veprat e turpshme. Amin.